Piktura që na u përzgjodhen ishin ndoshta preferencë të tyre apo edhe preferencë jotja, apo normal edhe me këshillimin tënd besoj? Unë këtë vit jam bërë pak më e butë, të them të drejtë, dhe ja kam dhënë një liri që të zgjedhin, do me thënë shembuj që unë i kam menduar që ata janë në atë nivel, në atë pozitë, dhe u kam dhënë disa shembuj që ato mund të përzgjedhin diçka edhe vetë. Do me thënë, jo komplet të lirë se çfarë dëshirojnë ata, mirë po në kornizat e asaj të përmbledhjes se çfarë unë kam përmbledhur dhe çfarë kam parë se është më e mira atyre. Mirë po prapë, dora që e ka zgjedhur çdo kush, çdo artist i vogël, pikturën që e kam pikturuar është përzgjedhur nga dora atyre. Lulzime, e di që besoj edhe në ekspozit, po edhe në kurs në përgjithësi kemi të bëjmë me mosha të ndryshme apo jo të nxënësve. Duat na informosh pak më tepër mbi edhe moshat që morën pjesë në ekspozit, po edhe në përgjithësi se si funksionon në kurs, domethënë gjatë tërë vitit se cilat mosha studiojnë apo si janë të ndara në çfarë klasa, çfarë kanë, çfarë shohin dhe çfarë mësojnë. Në çfarë grupe domethënë na bëhen këto ndarje. Atëherë Artemisa, fëmijët i marrë që nga mosha 4 vjetë, dhe domethënë në vazhdim nuk ka moshë të caktuar se deri ku mund ata të vazhdojnë. Domethënë mosha është e hapur për të gjithë. Mirë po në këtë studio për këtë vit kanë qenë nga mosha 5 vjetë deri në moshën 18 vjetë.